Në Odeonin e Selisë së Shenjtë të kryegjyshatës botërore Bektashiane është promovuar libri Nefes jeta ime e kryegjyshit botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Botimi sjell faza të ndryshme jetësore dhe një udhëtim shpirtëror që ka formësuar kryegjyshin, ndërsa në fjalën e mbajtur ai tha se te nefesi lexuesi do të kuptojë rëndësinë e të jetuarit dhe veprat e mira që secili duhet të bëjë. Një autobiografi e përmbledhur shkurtimisht me ngjarjet më të rëndësishme që kanë shënjuar fëmijërinë time, adoleshencën, formimin profesional e më tej për kushtimin ndaj misionit tim si klerik, në mënyrë që gjithë besimtarët të kuptojnë se vështirësitë, sakrificat e jetës, por dashuria e madhe ndaj Zotit më kanë sjellë deri këtu ku jam sot. I pranishëm në promovim ishte edhe rektori i Universitetit Luarasi, profesor Ethem Ruka, që ndërsa solli në vëmendje jetën e kryegjyshit nga vlora në detyrën e tij të shenjtë, vëreti edhe mësimet që merr prej tij. Ky rrëfim nuk është thjesht një autobiografi, por një udhëtim shpirtëror i rrallë që nis nga një derë bujare në brataj të Vlorës dhe përfundon në lartësinë e shenjtë të kryegjyshatës botërore të Bektashinëve këtu në Tiranë. Fjala nefes, megjithëse e shkurtër në shqiptim, është e pasur në kuptime dhe në thellësi. E huazuar nga arabishtja që do thotë frymë, në traditën bektashiane, nefesi është një lutje, është meditim. Rrëfimi si akt sublim përfshin edhe figura të njohura që Papamundi ka takuar, nga Papa Francesco te Dalai Lama, ndërsa libri autobiografik ndjek porosinë e profetit Muhammed që thoshte se më i miri nga ju është ai që ju sjell dobi njerëzve.